Struktura e drejtorisë vendore e policisë Shkodër ka ndërmarrë disa masa gjatë orëve të fundit, duke arrestuar dhe proceduar disa shtetas për vepra të ndryshme penale. Specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin EV, 43 vjeç, banues në fshatin Baks, pasi u kap duke drejtuar automjeti në gjendje të dehur. Po nga këta specialistë u referuan materiale në prokurori dhe nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin MM, 77 vjeç, banues në Shkodër, dhe Esho, 58 vjeç, banues në fshatin Stajk, pasi u kapën duke drejtuar motomjetet pa leje drejtimi. Gjithashtu u proceduan edhe dy të mitur, 17 dhe 16 vjeç, të cilët drejtonin motomjetet pa leje dhe pa targa. Në një tjetër rast, specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Velipoj ndaluan shtetasin NM, 51 vjeç, banues në fshatin Pulaj, i dyshuar për veprat penale, shkatërrimi pronës, kundërshtimi punonësit që kryen një detyrë shtetërore ose një shërbim publik, edhe plagosje rënd me dashje. Sipas policisë, më 28 shkurt të vitit 2026 në fshatin Rjoll, ai në bashkëpunim me persona të tjerë ka organizuar një protest për të penguar punimet e një firme ndërtimi. Gjatë protestos janë goditur punonjës në një kompanie sigurie private, ku njëri prej tyre ka pasur dëme të rënda, si dhe janë dëmtuar makineri të firmës që po kryente punimet. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësie e Madhe referuan materialin në prokurori, duke nisur procedimin në gjendje të lirë për shtetasin. BSH, 50 vjeç dhe BSH, 21 vjeç, të dy banues në fshatin Koplik i Sipërm, për kallëzim të shtetasit në I-38 vjeç, banues në fshatin Palvar, për kanosje për motive të dobta. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.